Du që 30 ditë ardhshme të besosh të vetjen në një nivel krejt tjetër. Jo normalisht, jo si ma parë, por në atë mënyrë të thellë, të qetë dhe të sigurt ku ti e di që je ba për ma shumë, edhe para se rezultatet shfaqen. Du të besosh në vetën tane si kur reglat të mos kufizonin, si kur gjithçka të ishte e mundur për ty, si kur universit kishtë hapur një derë vetëm tanen që të pret që ti të kalosh brenda. Dua ta ndjesh veten si kur je një fije drite që ka arë këtu për me kriju, për me ndërtu, për mu rrit, si kur koha të ka sjell pikrisht në këtë moment për një qëllim më të madh se sa mendon. Po flas për një besim të pastër, një besim që të ngre, një besim që ta hap zemrën, një besim që e bën të pamundurën të afrohet te dera jote, një besim që fiton para se të shihen rezultatet, sepse e vërteta është kjo. Ti nuk merr atë që dëshiron me fjalë, ti merr atë që e mban me energji, me bindje, me prezencë. Do të nisësh një ide, një projekt, një biznes. Nise si kur është tashme i bekum, si kur ka njerëz që e presin, si kur bota ka nevoj pikrisht për atë që ti e sjell. Do të postosh përmbajtje, posto si kur energjia jote po i prek zemrat e njerëzve në momentin e dur, si kur çdo fjalë ka qëllim, si kur çdo video hap një derë të re. Do të shohësh vetën ndryshe, sillu ndryshe. Fol ma me dashuri, lëviz ma me besim, zgjohu ma me qartësi. Nëse e do verzionin e ri të vetës, atëherë mos e ushqe verzionin e vjetër. Shumë njerëz luten për gjëra të mëdha, po e majnë veten të vogël në mendje. Shumë thonë, dua ma shumë, por nuk besojnë se e meritojnë ma shumë. Prandaj, nëse duhet, filloje me deklarata të thjeshta. Unë po rritem, unë po hapem, unë po ndryshoj, unë jam gati. Dhe përsërite derisa trupi yt ta besoj, sepse ajo verzioni yti që ja del, ai verzion ekziston tashme, ai verzion pret që ti ta pranosh në fund madhësisë tane. Fillo sot, fillo me besim, fillo me qartësi, fillo me dashuri për veten dhe shiko çfarë do të ndryshoj.